I ndërtuar nga Gjoka Construction, plasaritet dhe çaj struktura e betonit në tunelin e Murrizit, kompania mund të mbyllet. Tuneli Murrizit, një nga vendet më të mëdha infrastrukturore në rrugën e Arbrit, që lidh qarkun e Tiranës me Dibrën, ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes për shkak të shqetësimeve mbi sigurinë dhe qëndrueshmërinë e tij. Së fundmi në afërsitë të mesit të tunelit janë konstatuar dëmtime në anën lindore, kryesisht plasaritje dhe çarje të betoneve. Lidhur me këtë problematik, përfaqësues të kompanisë ndërtuese kanë deklaruar se dëmtimet kanë ardhur si pasojë e punimeve që po kryen në tunelin e emergjencës. Sipas tyre, distanca mes tunelit kryesor dhe atij të emergjencës rreth 28-30 metra dhe ndërhyrje teknike kanë ndikuar në lëvizjen e harkut të tunelit kryesor. Megjithatë, kompania pretendon se këto dëmtime nuk paraqesin rrezik për sigurinë e qarkullimit dhe nuk cënojnë qëndrueshmërinë e veprës. Tuneli monitorohet vazhdimisht me aparatura të specializuara dhe deri më tani nuk ka asnjë tregues për përkeqësim apo dëmtime të mëtejshme, bëjnë me dije përfaqësuesit e saj.